Para se të fillojmë në mesazhin e ditës së xumas, e shfrytëzojmë rastin ku lutjet e besimtarëve nuk refuzohen te Allahu Dhul Xhelal, ti drejtohemi sinqerisht Madhit Zot duke e lutur që Allahu gjunahet tona, gabimet tona, lëshimet tona af edhe magfiret na i ban ya Rabbel Alamin. Pastaj lutim Allahun e Madh, Zotin e Arshit të Madh, sa ka njerëz të sëmur, Zoti i shëron. Sa ka njerëz të burgosur pa fajshëm, Zoti i liron. Sa ka njerëz që janë të idhëruar me zvete, Allahu t'i pajton. Sa ka njerëz të cilët janë zhyt në telashet, janë zhyt në problemet, streset, gajlet e kësaj dynjaje, Allahu nga ata t'i shpëton. Sa ka njerëz të cilët i kemi përcjell për në ahiret, Allahu t'i mëshiron. Sa ka gurbetçar në gurbet, qofshin që kanë ardhur apo kanë met atje, Allahu nga çdo e keqe t'i mbron Gjennetul Firdausin gjithve nasip në i banë, inshallah. Të dashurit e mi, Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallami, pasi që erdh në Medine, pasi që erdh nga Mekkeja në Medine, filloi ndërtimin e xhamisë. Xhamia është institucion ku i tubon muslimanët jo vetëm për mu fal. Është institucion ku i tubon muslimanët për union, ku i tubon muslimanët për bashkim, ku i tubon muslimanët për zgjedhjen e problemeve me të cilët ballafaqohen ato në jetë. I tubon xhamia muslimanët për me tregu se na pa marr parasysh në jetën tonë private, ku i kemi kahjet tona, drejtimet tona, xhamia na bashkon, safi na drejton. Resulullah sallallahu alaihi wasallam dha mesazh në Medine krejt popujve se ardhja e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallami është për t'i tubu njerëzit, jo për t'i nda. Është për t'i bashku njerëzit, jo për t'i përqa. E ndërtoj xhamien. Pasi që e ndërtoj xhamien, vetëm se namazi ishte farz obligim prej Mekës. Ishte farz obligim prej Mekës. Dhe pozicioni i xhamisë ishte për t'i tubu, por nuk ishte ende i kompletuar si ritual namazi, se si do të bëhet, çfarë mënyre do të realizohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë e hajke ajo se si njerëzit do t'i tubojnë në xhami, se si njerëzit do t'i bashkojnë në xhami, dhe filloi t'i konsulton sahabët. Filloi t'i konsulton ato që i ka për rrethi. Një lider, mojni mend xhamati jam, një lider i cili nuk i konsulton ato që i ka për rrethi, nuk është lider i shëndosh. Nuk është lider që vetë merr vendim krijen veti. Allahu Dhul Xhelal, pejgamber Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e urnoi thot washawirhum fil amr. Edhe ti konsultoj ato që i ki për okolla. Dikush i cili merr vendime sot në krijen veti, ai nuk është lideri shëndosh. Lideri mirë, lideri suksesshëm, lideri shëndosh është ai i cili i merr parasysh parametrat që i ka në rrethin e vet, duke i ndëgju këshilltar, duke i ndëgju të afërmit, duke marrë mendim prej atij që është nalt edhe prej atij që është poshtë, prej atij që është ngatë edhe prej atij që është lart, prej atij i cili din edhe prej atij që nuk din. Duhet mirët mendim dhe pastaj ai i shoshit mendimet dhe merr vendim. Thot fe idha azamta, Allahu tha edhe kur të vendosish, masi që ti ngosh, ti konsultosh, fatawakkal ala Allah, edhe mbështetu te Allahu Dhul Xhelal. Mos thuj se e bunëm na, thuj me lejen e Allahut i banëm, me lejen dhe me dëshirën dhe me atë çka Zoti caktoi u realizu, se ne pa lejen e Allahut s'mujna me bo asgjë. Filloi ti konsulton sahabët, edhe ju tha, o sahabët e mi, e kam një dert. Than, urdhno ja Rasulullah, tha, e kam një gajle, qish me i pru njerëzit në xhami, qish me ja u bo me dije njerëzve se ka hi koha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po shikon në për gojat e njerëzve se çka ka me dal mendim prej ative që i ka në rrethin e vet. Dikush tha, ja Rasulullah, a ka mundësi
ta marmi tha nga një bri edhe ta shfrytëzojmë për fri ati për nxerr zonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha jo, nuk mendoj se duhet ta bëjmë ashtu, se ashtu e bojnë tha jahudit. Qërni, edhe në thirrjen për në ibadet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dashur mi përgjasu jahudive. Unë e çuditna, dikush pa pas ibadet mundot me jetu si jahudi. Subhanallah. Krijesa më të këqija që ekziston sipërfaqen e tokës, që kur asnjëherë nuk mund të bëhen miq ata. Pastaj qerti than, ja Rasulullah, tamam mi tha një kamban, një zile e madhe, e ti mshojmë me hekër asaj, dang. Tha jo, tha nuk du tha kështu, se ajo është ta tradit e lajmërimit për adhurim në fejen e krishterëve. E keni pa në për kisha kambana, dang, 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 nuk e dojmë tha ashtu. Njoni u që tha, ja Rasulallah, unë tha mendoj tha, ti kalmi dosejnë e mbi xhami, kur të vere namazit, ta kalmi një zanë. Kush ka me pa zarmin pjagje? Tha, ta dije se ka hi kohë e namazit. Tha, jo shok të mi, asat tha nuk ban, se zarmin e kanë përdor zjarputistat. Subhanallah. Duhet mu rujt njeri mos t'i përgjaje fejve tjera. Dikush se ka gajle, shkon cullakot, han mishderi, pin alkohol, edhe e poston, edhe e shpërndan në rjetin social. Pun të madhe pas ke bon, si u pas ke pjek si gushter, a gjen rreth bregit të detit. Subhanallah. Po ban gjuna dhe poston gjunajn. La hawla wa la quwata illa billah. U që tjetri tha, ja Rasulallah, tha, qish me ndonë të bojmë na të jetë ajo e përshtatshme? Tha, dale dikush të me zonë dvikate për mi xhamijen, dvikate se ka hi namazi. Tha, asa jo, tha jo. U që njoni prej sahabeve që ka emnin Abdullah ibn Zejd, ibn Abdu Rabbi, gjaliri, o jurini. A ka mundësi me i qëtësu që do fëmi që të nërë? O jurini, Allahu dhul gjelal ju ka dhonë një aftësi. Shfrytëzoni aftësit në sende që ta knoshni Zotin e juve. Mos i shfrytëzoni aftësit e juve për ta ndihmuar shejtanin dhe rrugën e tij. U çu djali i ri Abdullah i tha, ja Rasulallah, unë me qatë mejnë e tharash me fletë pro, edhe në gjumë e pash një andër. Kjo ju intereson krejtve, ndoshta për herë të parë në xhamien tonë, gjatë 15 viteve që është xhamia për herë të parë në ato e cekë, se si erdh ezani, si erdhëm deri në këtë pikë sot muslimanët të thirret ezani Muhammedije. Dhe pse nuk thuhet ezani Islam, po thot Muhammedije. Ajo nuk është Islam, po Islam është. Po se Muhammedije, se veç Muhammedi alayhi salatu vesselam veçohet nga këtë pejgambert me ezan. Asni ymmet para neve, asni pejgamber para neve nuk e ka pas në sheriatin e vet, që e ka adhuru Zotin e vet të ketë me ezan. Vetëmit na jemi ummeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam që kemi në fejen ton thirrje ezan Muhammedije. Ki Abdullah i tha, e pash një andër ja Rasulallah, tha hajr inshallah, tha tregoje, tha e pash në andër se për të në mledh në namaz ta u thirr ezani. U thirr ezani. Qishta u thirr ezani? Edhe që kjo formatin të cilën e kemi na muslimant, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, deri në fund të ezanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ndëgjoi, xhamat jam, kur e ndëgjoi çiket nga goja e Abdullahit, u ndriçu ftira e vet. Dhe traditë ka pas, kur e ka pëlqyer diçka, u ka pa në ftirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ka pëlqyer. Në çat moment Hazreti Omeri tha, ja Rasulallah, që di javë jam te pa ëndër.
Subhanallah, që di javë. Po tha Omer, po pse s'kallëzon? Tha ja Rasul Allah, po më vike me zërbe si me ta imponu unë, prishna Allahu shka ka me thonë. Dhe kjo është një prej sendeve që u ka përpudh dëshira Allahu Dhul Gjelal, atë që e ka pas Zotit Dhul Gjelal caktume, me atë që Omeri radiallahu anhu e ka pas në gjoksin e vetë. Thirja e zanit Muhammedije është adhurim, që ne është adhurim, që ja ka dhonë Allahu Dhul Gjelal Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe Muhammed Mustafaja ja jep emanet. Këshini, dhe njëherë të ne i kemi parametrat e gabume. Dikush jep një mendim edhe mendon se e ka dhonë atë mendim, duhet ai ta zbatoje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Abdullahit, edhe Omerit, që i kanë pa në andër ezanin, i tha, o Bilal, qu thire ezanin. Këshire, tha, qu thire ezanin. Pse? Ative dive ju tha, Bilali tha e ka zanin më të mirë se ju. Më të mirë se ju. Tha, ja Rasulallah, a për me hip për mi gjami? Tha, thire tash e zanin, dërsa ne do të nisim dërtimin e minarës. Subhanallah. Ti asaj dite në fejen ton kemi minare, pre asaj dite në fejen ton kemi muezin. Muezini është një person i privilegjum. Kur i thojnë dikuj na ban muezin, shtaj unë të bëj muezin. Me bo muezin është privilegj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahumma arshidil aimma waghfir lil muadhdhinin. Tha o Zot, drejtoj tha hoxhallart, imamat. La ilaha illallah. Drejtoj tha imamat. Qëre? Pse? Se mundet me shku menja, mundet me gabu, mundet me shtu, me paksu, ndërsa tha falva muezinëve. O muezini dashur, o ti i cili e thirë ezanin, dije se t'ka kaplue mëshira Allahu Dhul Gjelal me dua në Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Në qoftë se ka një krijesë e Zotit që ka arë si përfaqen e tokës, që asë njëherë Allahu nuk ja ka refuzu lutjen është Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thujni sallallahu alaihi wasallam. Kur s'ja ka refuzu, edhe në këtë rast ja ka pranu, dhe ai cili është muezini xhamisë në ta dije se Allahu ja fal kusuret çdo herë që ta thire ezanin. Dërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha njonit prej muezinëve, pa të shku në rrugë, tha kur të shkosh në rrugë atje, edhe të vetmoshta, edhe vjen koha e namazit, tha thire ezanin. Subhanallah. Edhe nudh vet thire ezanin, po tha, thire ezanin, se ai ezani jot, ku do të mërije, kretë sejnë që e ndëgjojnë thirjen e ezanit kanë me dëshmu për imanin tanë ditën e kiametit. Subhanallah. Kanë me dëshmu për imanin tanë ditën e kiametit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ya'jabur rabbukum, tha Allahu kënaqet edhe çuditët min ra'il ghanem, tha prej një personit që është çoban, ka dalë me i rujt delet e vet, ala ra'si jabal, tha në krije të bjeshkës, yu'adhinu wa yuqim wa yusalli, fa yaqulu Allahu azza wa jalla li malaikatihi, tha qohet, e thire zanin, e thiri kametin edhe falet, e Allahu tha i thot me laqeve të veta, dhuru ila abdi, thot shikoni në këtë robin tem, ju edhinu wa ju kim wa ju salli, je khafuni, thot e thire zanin, e thiri kametin dhe falet, për shkak se ka frik ndaj meje, ushhidukum, anni kad gafartu lehu, wa adkhaltuhu l'gjenne, thot boni dëshmitar, oj me laqet e mia se unë ja kam fal. Subhanallah, Allah i na i fart kësurat. Unë thot ja kam fal. Unë isha të shku për në Turqi me autobus, edhe për i tham ative në autobus, apo fal mu. Hoxho tha, mu fal edhe nu tha. Thash po edhe thire e zanin. Kuku, hoxho, këtë kënë me në këshirë. Po aje ka shnu muzikën me shejtan,
se ka gajle e unë me Rahman, po kam gajle, jo thire. Tha se Allahu tha, ja ka falë, edhe e ka shti në xhennet një bari, një çoban që e ka thirë ezanin, e ka thiri kameti. Subhanallah, shka është problemi i disave, vinë xhami edhe ti i thu thire ezanin, thot s'jam për ati. Meni jonë është hakli. Pse? Se Abdullah ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu i tha njonit, kur e ndëgjoj se ai nuk e thirke ezanin në mirë, i tha, dije se të kam urejt për hir të Allahut. Subhanallah. Qish mëre po tha unë ezanin e thira? Tha se ti me ezanin tanë ja prishe ftirën pamjen e islamit. Subhanallah. Djetartë, Omer ibn Abdulaziz i tha njonit, i tha, u që të thirë ezanin, tha, thirë ezanin që të naknaqish, ose mos e thirë hiq ezanin se të urejna. Te ne, është një problem se, ato shka thirin ezanin, a janë adekfat për me thirë ezan? Djetarët kanë nuk parametra. E para, ai që e thirë ezanin, duhet ta dije tekstin e ezanit. Si mos ta dije tekstin e ezanit, mos ta thire ezanin. E dita, duhet ta dije kohrat e namazit, sepse është emanet i madh. Në qoftë se nuk e thirë ezanin në kohën e vetë, ka bo tradhti ndaj islamit, o ka bo mashtrim për muslimanët. Pse? Se të ne me ezan janë kohrat e namazit. Me ezan ja është iftari. Me ezan janë shumë punë në fejen tonë. Andaj duhet me pas kujdes a i thire ezanin. E treta, duhet ta ketë zanin, o vlezër. A i cili e thire ezanin, jo të bërtite. Jo të bërtite, Allahve, jo. A i cili nuk e ka zanin, s'ka nevoj me shku të mikrofoni. A i cili ka me vendos me shku të mikrofoni, duhet të jetë i përzgjedhun me dhunti prej Zotit me zan të bukur, që kur thire ezani, ashtu si ashtu thirë shtash alhamdulillah, edhe a i jo muslimani të mare lakmi për ezanin. Edhe a i jo muslimani, kur ta një ezanin jo me thonë, leleve që ki na lodhi. Që ndodhë të ne shpesh në për xhamijat, s'kemi kundër vallahi, i dojmë edhe i respektojmë edhe i vlerësojmë pleqët e tonë, gjeneratën më të vjetër, por kur e ki zonin për dishka tjetër, se ki për ezan, shka shkon mëra atje me uras atje me thirë ezanin? O s'pat kush, jo ka, po ti e ki merak me dalëgje. Pastaj, djetarët kanë thonë, duhet t'i shqiptoje fjalët e ezanit në verzionin e sakt. Si, Allahu Ekber, në qovë se thu, qka do me thonë? Ha xhamat. Qka do me thonë? Allahu është pluhun. Allahu Ekber, me gë. Duhet me thonë me këtë but, Allahu Ekber. Po në qovë se thu me këtë fort, Allahu Ekber, Allahun e kemi shtin në vorë, do me thonë. Estakfirullah, njeri mundet me dalë për imanit, njeri mundet me dalë për islamit, në qovë se e din edhe e banë. Për atë arsye, duhet me pas shumë kujdes a i cili e thirë ezanin, ti shqiptoje fjalë që shtu si ka ardhë në fejën tonë, pa shtu dhe pa paksu. Pa shtu dhe pa paksu. Te ne balafaqohemi në për xhamia tona me ezan të cilët shtohet dhe paksohet. Si thojnë Allahu Ekber, Wallahu Ekber, edhe një vëja shton ati. Jo, nuk duhet me shtu as me paksu. Allahu Ekber me këtë but, edhe të fjalë tjera, hayya ala salah, hayya ala fela, kad kamet i salah në ikamet, duhet t'i dije rregullat e ezanit, ikametit të muezinit që dëbohet muezin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për kujdesjen e muezinëve ndaj ezanit, ndaj thirrjes muhammedie, ndaj publikimit të mirave të islamit,
ju ka dhonë privilegj. Çka ju ka dhonë privilegj? Sa ka më uni zoni ative nga minarja, sa ka më uni zoni, edhe gur, edhe dru, edhe gjallëresa kanë me dëshmu për imanin e muezinit. Imanin, besimin që e ka te Allahu Dhul Gjelal. Pastaj do dëshmojnë për islamin, që aje thot ashhadu an la ilaha illa Allah, dëshmoj që nuk ka zot tjetër se Allahu i cili është një, dhe dëshmoj që Muhamedi a.s. është pejgamberi Zotit. Ka me dëshmu privilegj. E treta, tha, ditën e kiametit muezini ringjallët me qafën më të gatë se tjertë. Subhanallah. Pse më të gatë? Për të dallu nga tjertë me pamjen e parë kush janë muezinat e ummetit. Dhe i tha i thirin me laqet. Muezinin e thirë me laqja. Këtë muezinat e dynjajës reshtohen në një resht, reshtohen në një gjemat, reshtohen në një grup. Në krije të grupës është Bilal el-Habeshiu radiallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gjemot jemi ka pas dy muezina. Dy muezina i ka pas. Bilali, i cili është prej Habeshës, i cili është prej Etiopijës, i zi, por Allahu e ka ngrit shumë nalt, sa që ka hip edhe mbi Kabe e ka thirr ezanin. Ka hip në minarën e pejgamberit a.s. e ka thirr ezanin. I diti Abdullah ibn Ummi Abdul Maktum është muezini i dit qor. S'ka pa, por e ka pas zënin e mirë. Nuk do me thonë se pa tjetër me konë pele kush me konë, mundet me konë edhe i zi, mundet me konë edhe sakat edhe qor, por zonin si t'ja ka dhonë Allahu Dhul Gjelal a i bëhet muezin. Dhe fundit o vëllezër prej kushteve që janë shumë që i kanë renit fukahat në kitabe, ka thonë ai i cili e thret ezanin duhet me konë besnik. Pse besnik? Kur t'hipe përpara i kanë thirë ezanin në minarës, kanë pas këto mjetet e sodit, kanë thirë nga minarja, kur ka hipa tjenalt, pia tjenalt u ka pas shpia e ative që kanë rreth xhamisë. Këtu unë du t'a potencoj një punë. Muslimani as pin minare, as në rrugë nuk ja këshir grujen e tjetër kujt. Edhe në rast që ka pa dishka eventualisht me padashje, duhet ta voros në gjoksin e vet. Subhanallah. Duhet ta voros në gjoksin e vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili rrin rrugë, në t'ja jape ka thonë hakin rrugës. Çfarë është haki? Ka thonë në ta ule shikimin e vet poshtë. Kur kalon dikush, heku pak onësh. E shë se janë të orë njerëzi me familje, e shë se janë të orë njerëzi me gra. Largohu, shloje udhën, o musliman, o besimtar, o ti i cili e ki vesh petkën e islamit, e krenarijës që ja ka thonë Zoti robëve të vetë. E ke emru vetën se i e ymmet Muhammedit a.s. Bohu i ndershëm. Problemo me i një grujen pazar, problemo me i një grujen qarshi, problemo është një grujen me dal në mbramje me hec. Pse? Rengena kanë vënu Kamos, shteti ka vënu Safe City, njerëzit kanë vënu rengen, eskenirataj, ving, komplet. Edhe me santimetre, ketë, sa e gatë, sa e gjamë, qish ka, shka ka, mrejna, jashtë, Ministria punëve të mbrëmshme jashtë me këtë ide. Pse? Pa u kanal ati ka vënuar rampaj, patarin për t'i skenu njerëzit. Komplet se kush me çka kaloj. A, e pashtot filanin, i kish me veti nja, çka ishte. U mirëve, ti me kalu me motrën tënde, ti me kalu me nanën tënde, me nusën tënde, me bijën tënde, edhe dikush me ta këshir namuzin tanë, adve në mirë. Jo vallas në ven mirë, po qish ja këshir namuzin e dikujna, qish ja këshir nderin e dikujna, qish ja këshir familjen e dikujna. Për atë arsye të veprojmë, o vëllezër, o xhamat, të veprojmë në bazë asaj që jemi. Na jemi musliman dhe muslimani janë të sigurt tjerë nga gjymtirat e muslimanit. Nuk vedh, nuk rren, nuk mashtron, nuk tradhton,
nuk prek ati kus duhet me prek, e run mallin e kojshijës, e run mallin e ati që jeton me një vend më tepër se sa e run vetën. Ne lusim Allahun xhalla shanu wa xhalla xhelalu rinien ton në islam ta udhëzon. Plegjve ton të jep ymër gjatë dhe shëndet të plot. Të smundit Zoti i shëron, të burgosurit pafajshëm Zoti i liron. Ato që e kanë marrë guximin që tash verës dalin edhe defron, Allah i t'i udhëzon. Ne lusim Allahun xhalla shanu ato që artojnë, hiç nuk pushojnë, që neve zullum të na bojnë, Allahu me zullumin e vet të shkatron. Jannatul Firdausin nasib në i ban. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana in alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatiha.